ne kemi përdorim të njëjtën fjalë për të shprehur disa kuptime. Nëse krahasojmë me anglishtën ose ndoshta me italishtën, ka terma specifik për gjëra specifike. Në shqip po themi punë është punë, edhe puna që bën si profesion, është edhe puna që punon për dikë tjetër. Po edhe labor është edhe job, është edhe work, është të sa me anglishtën. Është kjo një, domethënë, lidhet, nuk e di, ndoshta nga që nuk është lëvruar shumë e shkruar, qoftë edhe në aspektin politik, intelektual, a është një lloj varfërie apo është pasuri, nuk e di. Ose ndoshta po i afrohem në mënyrë të gabuar. Varet se si e shikon. Në kulturën e shkruar vend qendror zë fjala. Po. Fjala. Dhe ti e merr për shembull emri, punë, dhe e shikon që në krahasim me gjuhët e tjera ka një deficit aty sepse nuk kemi terma të ndryshëm për kuptime të ndryshme, por i futim në një. Çdo gjuhë e ka këtë, por shqipja e ka të egzageruar. Dhe kjo ka ndodhur sepse diskursi shqipja e shkruar u zhvillua shumë shpejt. U akselerua, domethënë u përshpejtua si zhvillim dhe duheshin fjalë. Ku do të gjej këto fjalë? Sa futen neologjizmi ka një problem që nuk futet lehtë. Ti mund ta krijosh fjalën pa ajo ngel edhe ashtu, nuk e merr njëri, është si të falsifikosh paranë. Nuk hezën. Nuk ta merr ai tjetri. Domethënë neologjizma ke pas përdor. Fjalët e huaja ti mund t'i marrësh, po nuk ti lë ky tjetri që thotë që pse fut fjalë të huaja.